Nëse më do të kishit mësues shumë këmbgulës, dhe mësues që e kanë ndjekur më arsimdashës, dhe një nga qarqet që është themeli i atyre shkollave të gjuhës shqipe, kështu që nuk duhet të na jo të na zhgënjeni, po të na bëni që të ndjehemi krenar. Që po përfaqësojmë me 3 shkolla nga qarku i Elbasanit shumë të mira. Sigurisht edhe me shkollën nga Koligusho që është nga Pogradeci, që është nga qarku i Korçës, që është më pak rëndësishme, sepse është qarku të njëjtës klasë, me njohuritë që ju keni arritur deri tani, jam shumë i bindur që do të dini fitues. Dhe pres që nga këto 4 shkolla njëra të jetë fituese. Për të gjitha shkollat, do doja një falënderim të veçantë për nxënësit. Elbasanit në këtë konkurs të gjuhës drejtësisë. Sot jemi në ceremoninë për të vlerësuar 4 shkollat fituese në rang të drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar në Korçë, e cila përfshin 3 qarqe. Përfshin qarkun e Elbasanit, qarkun e Korçës dhe qarkun e Beratit. Nga rreth 200 shkollat arsimit nëntëvjeçar, të cilat morën pjesë në këtë konkurs, të cilat u zhvilluan në të gjitha zyrat, kemi arritur të vlerësojmë 4 prej tyre, të cilat janë 3 shkolla përfaqësuese nga qarku i Elbasanit, shkolla Qamil Guranjaku nga Elbasani, shkolla Dembedalli nga zyra arsimore e Peqinit dhe shkolla Alex Buda nga zyra arsimore e Cërikus, si dhe një shkollë nga shkolla Koligushon nga zyra arsimore e Pogradecit. Pra, këto të 4 shkolla kanë realizuar konkurset e fazës së dytë në nivelin e zyrave vendore arsimore dhe në bazë të pikëve të konkursit, ato janë renditur si shkollat më të mira që do të përfaqësojnë në fazën finale, pra në fazën e tretë në konkursin e gjuhës shqipe, drejtorinë arsimore rajonale të Korçës. Konkursi ka qenë shumë sfidues, ka qenë shumë entuziast, sepse kur bëhet fjalë për nxënësit, ata i marrin gjërat me shumë seriozitet, me shumë dashuri, dhe aq më tepër që bëhet fjalë për një lëndë që është pjesë e rëndësishme e kurrikulës arsimore, por që është edhe lënda që përfaqëson identitetin ton. Pra, konkursi nuk është thjesht vetëm gjuhë shqipe, konkursi është pjesë e kulturës së gjuhës shqipe, pra kulturës së gjuhës shqipe, por duke ndërthurur edhe një element shumë i rëndësishëm siç është digitalizimi, diçka që është pjesë e zhvillimeve globale, por që është pjesë edhe zhvillimit të sistemit ton arsimor. Dhe në këtë konkurs, të gjithë nxënësit që kanë marrë pjesë, sidomos dhe shkuadrat fituese, kanë treguar aftësitë e tyre në njohuritë gjuhësore, njohuritë e kulturës gjuhësore, në aftësitë për të bërë këto konkurruese midis tyre, por dhe aftësitë digjitale të prezantuara përmes projektit që ato do ta finalizojnë në fazën e fundit që do të zhvillohet në Tiranë midis 20 skuadrave fituese. Në gjykimin tim, veprimtaritë të tilla janë shumë të rëndësishme. Në radhë të parë ato janë veprimtari që e bëjnë shkollën miqësore, e bëjnë të dashur. Nxënësit ndjehen të përfshirë, ndjehen se i përkasin shkollës, sepse sjellin diçka të re. Sigurisht kanë emocionin, dhe shkolla ka dhe këtë rëndësi për të krijuar edhe një mjedis të këndshëm dhe argëtues për nxënësin, por në funksion të mësuarit. Ndërsa përfshirja e elementit digjital është një diçka të cilën brezi, pra nxënësit 15 vjeçar e kanë pjesë të rritjes së tyre. Pra është pjesë e mënyrës se si ata janë rritur gjatë kësaj kohe bashkë me teknologjinë. Por ajo që më ka bërë përshtypje ka qenë fakti që ndërthurja e teknologjisë është bërë me element gjuhësor në një mënyrë që duket ndonjëherë edhe befasuese. Sepse ata kanë dashur në disa prej këtyre projekteve të futin element se si mund të pastrojnë ose të pasurojnë gjuhën shqipe përmjet
përdorimit të teknologjive digjitale, përmjet ndërtimit të disa aplikacioneve ku mund të ndihmojnë shokët ose nxënës me probleme, me nevoja të veçanta për të mësuar gjuhën shqipe, ose për të pasuruar fjalorin e gjuhës shqipe, ose për drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Pra, elementë të cilët duket sikur nxënësit i kanë ndërthurur shumë mirë, sa që mund të ndërthurë dikush që mund të ndërtojë një teknologji apo një aplikacion. Sigurisht janë në nivele të një nxënësi 15 vjeçar, por janë funksionale për aq sa ata i kanë prezantuar dhe kanë fituar edhe të drejtën për të kaluar në fazën finale. Bashkëpunëtorët dhe çfarë mendoni ju sugjerojnë për të afruar më tepër bashkëpunëtorët drejt Atëherë, një mesazh për bashkëpunëtorët do thoya që të lexojnë sa më shumë libra, sepse është shumë e rëndësishme për të nxitur imagjinatën, si dhe për të patur një fjalor më të pasur. Për sa i përket një sugjerim, do thoya që si ishte tamam. Them se është shumë i vlefshëm pasi kemi mësuar informacione të reja jo vetëm për letërsinë, por edhe për gjuhën, për shkrimin, për drejtshkrimin e gjuhës shqipe, dhe ishte me të vërtetë një eksperiencë fantastike. Sigurisht ne kemi bërë përgatitje me mësuesit e lëndës së gjuhës në shkollën tonë, për poezinë, për drejtshkrimin e gjuhës, ka pas vështirësitë e veta, po jam shumë e lumtur që ja dolëm edhe fituam si shkolla më e mirë në Zva Elbasan. Unë më shumë e gjej veten tek shkrimi i poezive apo tek poezia më shumë, se pëlqen më shumë si gjë. Ka shumë, pothuajse këto që janë nga veriu, që kanë poezinë e gegrisht më shumë, si Gjergj Fishta apo tjerë, po shqiptar kryesisht jetuaj. Që të lexoni sa më shumë, se dia është ajo që do na hapi dyert për të ardhmen tonë. Unë jam Bora Boçi dhe sa për letërsinë do thoya që është një nga lëndët më të bukura. Konkursi ka pasur emocionet e veta, gjithashtu dhe vështirësinë e vet, por të gjitha bashkë duke bashkëpunuar jo vetëm ne të pesta, por bashkë edhe me mësuesit, ja kemi dalë. Si shikoni bashkëpunëtorët tuaj lidhur me letërsinë, gjëra shkollore, a duhet të përfshirë apo? Unë mendoj që duhet të ketë një gjithë përfshirje dhe të kenë një interes sa më të madh, pasi ne e dimë se si me ardhjen e rritjen e teknologjisë ditë pas dite, gjuhës tonë po i bie rëndësia, duke marrë parasysh shkurtimet që bëhen dhe çdo gjë tjetër. Dhe nxënësit janë edhe më shumë të tërhequr ndaj projekteve në shkollë apo edhe gjithë konkurseve apo gjërave që ndodhin, aktiviteteve. Mendoj që do lidheshin më shumë me gjërat me praktik, duke qenë se çdo gjë po vjen drejt praktikës dhe drejt teknologjisë, edhe janë më të tërhequr drejt këtyre temave, pra dhe jo më shumë tek gjuha apo tek matematika që janë dhe lëndët bazë në sistemin tonë shkollor. Shumë të emocionuar dhe krenar mund të jemi për shkollën tonë, për vetën që kemi arrit deri këtu, them. Kemi konkuruar me poezinë apo me temën e projektit? Temën e projektit dhe me poezinë. Kemi emrat shqiptare, me të përveçëm shqiptar. Kurse për poezinë, nëna dhe djalë. Sot jemi në ditën ku do shpërndajmë çmimet për konkursin e gjuhës dhe letërsisë midis shkollave 9 të qytetit Elbasanit, por në nivel të Drejtorisë Rajonale të Arsimit Prauniversitar të Korçës. Jemi tepër të gëzuar këtë vit, sepse ndër 26 shkolla të zyrës vendore arsimore të Elbasanit, të cilat u ndeshën në fillim brenda shkollës, pastaj me njëra tjetrën, triumfoi një shkollë, Qamil Guranjaku, në nivel rajonal. Çka na bën të jemi krenar, po jemi dhe më të motivuar vitet që vijnë për të përmbushur akoma më mirë misionin tonë, që nuk është thjesht arsimi, por dhe mbrojtja e fëmijëve dhe nxënësve me vlerat atletare, letërsi dashëse, folklorik dashëse dhe me ruajtjen fort dhe çuarje përpara të traditës.
Është detyra jonë, është detyra e të rriturve, e mësuesve, arsimtarve që ta mëkojnë dashurinë për letërsinë, të gjejnë rrugë dhe mënyra të reja për të ardhur pranë nxënësve. Sigurisht që mënyra tradicionale tashmë nuk janë më ato që kanë qenë. Fëmijët e duan ndryshe, që t'i vi letërsia ndryshe, që t'i vi teksti letrar ndryshe, që t'i vinë ata korifejt e letërsisë, fishta apo të t'i vinë në një mënyrë tjetër. Ndaj është detyra jonë që të gjejmë qasje të reja për të arritur tek fëmijët. Epoka digjitale është një sfidë, por të gjithë bashkë me punë të përditshme dhe të përkushtuar besoj që këtë sfidë do të arrijë dhe duhet të arrijë patjetër. Por për të gjitha shkollat do doja një falënderim të veçantë për nxënësit. Jeni ju që i keni dhënë jetë dhe gjithë shpirtin kësaj